Njëndi pas ka nxjerr Altin edhe ka gju 5 pluma në hava. Edhe është edhe ngjizimi në kamerë, unë fusha nuk jam une, nuk ndi qa unë do. Qka ke puna ata 3 vetë me n'kot mas qiti djalit, unë nuk di, unë jam konë bashkë me shoqen teme edhe jam ka nis me sën mu që djalin, unë dola e mbrojta pak që djalin i për zona, ata kanë thy gjabin e dere, se ka përplas deren e Dugojës, edhe thanë ko me ju vra. Kreve ko me ju vra. Edhe dunin, kur dunin, kishin pa gjujt, me Alti, kishin pa gjujt. 3-4 herë kanë gjujt, shumë herë kanë gjujt. Gjujtja me arma kanë ndodhur brenda lokalit apo jashtë? Jo, në Dugoj, po jashtë, pak mana tonë Dugojës, u konë gjujtja me arme, kur jo nik me hin në kërë, atëhere kanë gjujt. E qishtot une s'kom pas kur fa lidhe me qata, as kur gjohet, po e ka sun mu që djallë, që kuj djallë hini të une në Dugoj, unë do që kjo punë. Tash, qysh nuk di, po jo nërë pa kur gjohet që në Dugoj teme me në sun mu. Blejtëm ka një sok të ke Dugojti. Ata shtu shetit me shokin bëjtëm 2 kruga, e që kur po shoh po vinë shqiptarët me kerët, me 2 kerët. Njëndi pas ka nxjerr Altin edhe ka gju 5 pluma në hava, edhe ka shajt. Edhe tash kur ka një këtirë i ka edhe one mara tutën, one s'ku mujt me gajt se që jo mi trosh. E tash one s'diva ku mu rosa këtu në Dugoj, edhe gruja e këti pronori që pëmon Dugoj e ka moj derën, ata pas kanë thy derën. Edhe është edhe ngjizimi në kamerë, unë fusha nuk jam une, nuk ndi qa unë do. Edhe tjetri e moj ke Altin që shtot. Edhe vëqë mbrojshin grushta, edhe me Alti e mojshin që shtot Altin. A i ke njofti ata djemët? Po, njondin me po e njo. Për çfarë arsye nuk e di. Për para i ki njoft? Jo veç e kum njoft të më ftyrë që to kur mbi ke grushta, edhe tjetri me Alti që e moj ke Altin. Nëse nuk i ke njoft, pse po mendon që kanë ardhur ata pas teje? Po pa faj, e njëkshin tjetër dikujt kur kum po që ikshin kretë edhe unë ika. Ata kanë po që unë s'mujta me ngajt, hina në Dugoj, ata më vrasin Dugojin mu. Unë e fol shas, nuk jam une, s'di çka unë do, që ja u kom problemi.